si qetë pas shpenës të menodhet një mur i vjetër. Mendohet se kjo mur është një mur i vjetër Pellazg dhe përbën murin e parë themeltar që ndërtuan Pellazgët në këtë zonë e Spoletos. Spoleto ndodhet në Itali, në pjesën jugore të luginës së Umbrias. Është një komunë me 38.000 banorë dhe me një sipërfaqe prej 350 km². Qyteti shtrihet në kodrën Shënelia, që quhet edhe Kodra e Diellit, dhe në këmbët e malit Monte Luco, zbret poshtë deri tek brigjet e ujëmbledhësit Tesino. Spoleto është e banuar qysh nga kohët prehistorike. Dëshmitë e para të vendbanimeve arrinë deri në kohën e Broncit, në shekullin e 12 dhe 11 para erës sonë. Gjetjet arkeologjike me interes të madh kanë dalë në dritë në majën e kodrës Shënelia, ku shumë shekuj më vonë u ndërtua edhe kështjella Albornociana. Në Spoleto janë zbuluar shumë vendvarrime të pasura me objekte arkeologjike, që datohen në shekujt 7 dhe 6 para erës sonë. Këtu gjenden edhe muret poligonale të shekullit të 4 dhe të 3 para erës sonë, të quajtur edhe mure ciklopike, të cilët përbëhen nga gur të mëdhenj gëlqeror. Atëherë erdhëm pikërisht për të shpjeguar të përbërjen e qytetit ku jemi ne, fjalën Spoleto. Spoleto vjen nga fjala nuk shpohet let, shpohet let. Spoleto përbëhet nga s, që do të thot nuk, mo pjesë mohuese, pol ose pel, pra nuk pjell, dhe leto let. Pra unë mund të shpjegoja nuk polli ose nuk lindi ose nuk u themelua let. Sipas historianëve të lashtë, një nga këto historianë që ka studiuar ardhin e Pellazgëve në Itali është Dionisi Halikarnasu. Ardhja e Pellazgëve në Itali ai e përcakton si një periudhë kohore, duke krahasuar me luftën e Trojës, rreth 7 breza nga lufta e Trojës, duke llogaritur që një brez i bie 25 deri 30 vite, kështu që i bie rreth një vitit 1400 para erës sonë të kenë ardhur Pellazgët në Spoleto. Njëkohësisht Spoleto është një pjesë territoriale që është nyje ndërmjet pjesës Lacios Romës për të kaluar në qendër të Italisë. Dhe këtu kalonte edhe një rrugë, më vonë ka kaluar një rrugë, e cila është rruga Flaminia, një rrugë shumë e vjetër. Po këtu sipas historisë, domethënë që kemi dëgjuar, ka kaluar dhe mbreti Gent. Po, është një fakt që kur një periudhat më vonshme historike kur romakët arrin që të marrin në kontroll gjithë Italinë, pra kuptohet para se të dilin në skenë romakët ishte Etruria, ose më mirë Toskanat ose Pellazgët, sepse autorët ndryshëm i kanë cilësuar ose i kanë përcaktuar të njëjtë me Pellazgët, pra u kap nga romakët edhe mbreti Gent, i cili kaloi më përpara mbritën në Rom, ku mas manifestimit që bën për triumfin e tyre që kishin poshtuar vendin më të fuqishëm të asaj kohe lirin, pastaj kaloi në Spoleto edhe përfundoi në Gubbio. Janë të shumë studiuesi që kanë përmendur Pellazgët dhe prejaren e tyre e bëmët e tyre. Por më tepër për Pellazgët në Itali janë bazuar tek të dhënat që na japin Dionisi Halikarnasit, ndonë se me të dhënat e pakta, por përsëri ai hedh dritë mbi këtë popull të lashtë që ka vendin e tyre në pjesë më të rëndësishme të rajonet Ballkanit, me shtrihje deri në Azinë e Vogël dhe më gjerë, por që erdhi në Itali ose në Saturnia që quhej atëherë. Të gjithë këto autorë të lashtë, greko-romak, ishin të mendimit se Greqia në origjinë është e banuar nga Pellazgët. Ata ishin dhe e lidhin të emër të këtij populli që në kohët
më të hershme, i cili ka mbetur në kujtesën e përbashkët. Për pellazgët kanë folur disa 10 autor, por prezencën e tyre në rajonet e Gjeut dhe Mëgjer e faktojnë të paktën më tepër se 12 autor të lashtë, duke filluar që nga Homeri. Sipas dëshmive letrare, në fillim të 1000 vjeçarit të dytë para erës së re, gjatë kohës së bronzit, pellazgët ishin popullsia më e madhe në rajonet e Egeut. Për ato flasin poemat homerike, Hesiodi, Euripidi, Apollodori, Pindari, Efori, veprat historike të Herodotit dhe Tuciditit, si dhe ato më të mëvonshme të Diodorit, Sikulo, Strabonit dhe Pausanias. Citimet janë të shumta dhe e bëjnë të vështirë që të dyshohet për prezencën e pellazgëve në brigjet e Egeut. Rezultatet e gërmimeve arkeologjike të bëra nga James Mellard në 1955 dhe ndjekur nga Fritz Schakermeir në 1979 në Çatal Huk në zemrën e Turqisë aktuale, tentojnë që të demonstrojnë se pellazgët emigruan nga Azia e vogël në brigjet e Egeut në 1000 vjeçarin e 4 para erës sonë. Natyrisht, të gjithë popujnë në konceptin e përgjithshëm janë të ardhur, pasi dihet baza e tyre fillestare, Afrika. Kur flasim për një popull, nëse është i ardhur apo autokton, këtë e bëjmë duke patur parasysh metodën e krahasimit me një popull tjetër të ardhur më pas, i cili gjen një popull tjetër më parë aty, siç quhen në konceptin e gjuhës së sotme shkencore, indigent apo autokton. Në këtë kuptim, pellazgët janë populli i parë që përmend historia e lashtë. Pellazgët kanë qenë prezent në Mesdhe dhe në Europë, më përpara se të krijojë etnia helene, si gjuhë dhe kulturë e mëvonshme. Nuk ka ndonjë popull tjetër të përmendur në Europë përpara pellazgëve. Këtë tezë të vazhdimësisë etnike e kanë mbështetur dhe shumë studiues me origjinë shqiptarëve të kohëve moderne, si Giuseppe Catapano, Aristide Kola, Dimitër Pilika, Mateu Arref, Eleni Kocaci, Muharrem Abazi e shumë të tjerë. Që të gjithë këta autorë theksojnë vazhdimësinë etnike të shqiptarëve në trojtë e tyre mijëra vjeçare. Ndonë se pellazgët na paraqiten si bashkohës me Atlantët, sipas Platonit. Dhe këto të fundit, pas përmbytjes së madhe të vendit tyre në Oqeanin Atlantik, u shkrihen etikisht për pellazgët dhe njihen nën këtë emër etnik. Sipas Giuseppe Catapanos, i cili bazohet në tregimet e Platonit, ato ishin ndeshur një herë ndërmjet tyre dhe në betejën e kishin fituar pellazgët. Bëhet fjalë para përmbytjes së madhe 12.000 vite më parë. Pra është e qartë se Atlantidët, pellazgët apo dhe aborigjinët, si dhe folësit e gjuhës baske, ishin i njëjti popull shumë i lashtë, Cro-Magnon, që banonte në të gjithë Europën, të paktën 20.000 vite më parë. Ky është pikërisht populli që mbante grupin e gjakut Zero. Sipas një studimi të bërë nga Benusi, cituar nga Dimitër Pilika, tregon se shqiptarët kanë grupin e gjakut Zero rreth 41%. Pastaj, pas tyre vjen grupi i gjakut A, që tek shqiptarët është 37%. Kështu mund të themi se shqiptarët sot mbajnë grupet e gjakut të një periudhe të krijuara 30 deri 15.000 vite më parë dhe një koeficient rreth 78% të përmbledhur grupin e gjakut Zero dhe grupin e gjakut A. Kështu që në këtë këndvështrim duhet konsideruar si një popull autokton i padiskutueshëm, të paktën që 20 deri në 15.000 vite më parë.
paleontologjia, studimet antropologjike dhe arkeologjike të kryen në zonat shumta danubiane, ballkanike dhe egjiane, provojnë se ky rajon ka qenë i banuar qysh të kohët që nuk mbahet mend, e bakrit, e bronzit dhe ekurit, ku gjendet gjithnjë përhershmëria e një etnie të vetme në malet e Alpeve dinarike dhe shqiptare, nga një qytetërim padyshim autokton në rajonin Ballkano-Danubian, banuan Pelazg, Leleg, Trojan, Karjan, Lisian, Misjan, Pelazgo-Turshan ose Trusk. Në rajonin jugpërndimor të Europës banuan Ligurët, Iberët, Japigët, Mesapët. Përveç kësaj, Herodoti duke folur për Thraket, një nga fiset më të rëndësishme pelazge, a nuk thoshte se ishte populli më i madh në botë pas indianëve? Pra, të gjithë këto popullsi kanë kaluar fazat e ndryshme të evolucionit shoqëror, për të filluar me punimet e mëpasme të strallit, të gurit, të bakrit, bronzit dhe të hekurit. Dhe në banimet e tyre kanë kaluar në vjetëmsi nga shpella si pelazg, ciklop, kuret, daktil e koriband. Në Kosovë, shtëpiza me shtylla, për shembull fshatrat e pelagoneve buzliqenit, në shtëpit me qerpiq, pastaj në ato me bloqe gurit pa latuar, e me vonë të latuar, duke arritur pas përparimesh të shumta në shtëpiza të vogla, paka shumë ndërtuara me megaron, dhe një herazi më në fund në pallate madhështore, si në Knossos, Argos, Miken, Tirint e tjerë. Në vendin e tyre ata shpiken apo praktikuan pothuajse të gjitha, bujqësinë dhe ujitjen e thajit e disa moçaleve dhe kenetave, mbashtrimin e disa kafshëve të barës dhe të punës, kafshëve shtëpiake, punimin e metaleve, objektet përdorimit përditshëm, si armët, mburojat për krenarët e tjerë. Pasi mësuan vizatimin dhe pikturën në shkëmb, ato shpiken grafitet, epigrafet dhe pastaj shkrimin. Për pelazgët autokton vlen thënia e Pindarit. Si një dhurat të bukur toka krijoi së pari njeriun dhe Arkadia krijoi pelazgun, hynor, shumë më përpara se të krijoi Hana. Ndërsa Eduard Schneideri thotë se pelazgët ishin një nga racat e para që u dukën në tokë, së paku në epokën që përcaktohet në shtresat sedimentare të Mioqenit. Sipas Dimitër Pilikës, shënime kronikale të lashta të mbledhura në shekullin e 19 e datojnë themelimin e Dodonës në mijëvjeçarin e 3 para erës sonë. Pilika na sjell një përfundim shkencor të një ekspedite arkeologjike franceze të vitit 1962, të bërë pranë qendrës Kirokito të Çipros. Këto të dhëna provojnë se nga mijëvjeçari i 6 para erës sonë banohet e tipit fizik adriatik braçevaljan, sikurse janë shqiptarët e sotëm, apo popullsia e sotme për rreth Dodonës, babushtit e tjerë, pa të rështektuar val nga viset anë për qark Dodonës, babushtit e zonat të tjera të afërta, atje ku masivi i Ballkanit afrohet sa më shumë detit, do më thanë të kufit të Salo-Maqedonës, deri në ishullin e Çipros. Ky zbulimi një shkencë eksakte flet për një autoktoni shumë të hershme të tipit antropologjik adriatik braçevaljan për rreth kryeselisë së pelazgëve të Dodonës.